muaj zgjedhje. Ja pričam srpski. Lutem mos më praktisni. Mund t'i keni parë disa nga këto video nëpër rrjetet sociale. Ndoshta edhe ju janë dukur bindse, por nëse ju keni besuar, keni rënë prej e manipulimeve. Videot që patu gjeneruan nga programet e inteligjencës artificiale. Si? Ja disa shembuj. Kjo është një fotografi e liderëve të Kosovës e shkrepur në një ceremoni në një bazë të KFOR-it më 27 shkurt 2026. Një zmatimi i saj që vë në fokus ish presidentën e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministrin në detyrë Albin Kurti u përdor për sajimin e një videoje, kinse a ishte momenti kur nisi përplasja politike mes tyre. Ndërkaq, kjo fotografi e ministrës në detyrë të drejtësisë, Donika Gërvalla, u shndërrua në video për ta paraqitur kinse të mërzitur me disa ish-deputet që u larguan nga partia e saj Guxo. Se na kanë lodhë. Po kjo video që shfaq gjoja një qytetar duke dhënë deklarat për media në sheshin e Prishtinës, Si pozita, si opozita. është tërësisht e gjeneruar me inteligjencë artificiale. Të folirit është i panatyrshëm, mikrofoni është i një media që nuk ekziston, ndërsa në prapavi shfaqet ndërtesa e qeverisë së Kosovës shumë më ndryshe se që është në realitet. Në video të tilla të përpunuara me ndihmën e inteligjencës artificiale, mund të gjesh komente nga njerëz që shprehin mendimin e tyre duke mos e vënë në dyshim a është e vërtet ajo që po e shohin. Por pse e besoj njerëzit për mbajtjen e manipuluar? Fat Bardema nga platforma e verifikimit të fakteve Hibrid thot se publikimet e tilla synojnë ndikim politik, ndërsa emocionet shpesh u vështirësojnë njerëzve të vërejnë manipulimet e bëra me inteligjencë artificiale. Elementet kyçe nuk vrehen, po mirët veç mesazhet që jepet. Diçka tjetër interesant që mujna me përmend është që edhe gjuha e folur është shumë standarde. Lëvizja e buzëve me fjalë që shkojnë nuk janë në proporcion. Të shohin mas pari publikuesin kush është. Si jo çdo faqe që hapet me pres ose këm, pra pa shtesë, është media kredibile. Sipas Blerton Abazit, profesori i kibernetikës, pas videove të tilla ka rrezik që njerëzit të mos u besojnë më informacioneve online. Ekzistojnë mekanizma të ndryshëm për të detektuar këto, mirë po ajo që është e rëndësishme është se pa marrë parasysh se ky informacion i cili mund të detektohet që është si i rrajshëm apo i manipuluar, dëmi mbetet pastaj, sepse zakonisht ato video shifin me qindra mijëra herë, ndoshta miliona herë. Përmbajtja e gjeneruar nga inteligjenca artificiale e vërshon internetin, sidomos në prag të zgjedhjeve. Prandaj, para se t'i besoni, verifikoni burimin e informacionit dhe analizojini detajet. Në epokën e inteligjencës artificiale, jo gjithçka që duket reale është e vërtetë.